Dita e Evropës festohet më 9 maj çdo vit dhe është një ditë simbolike që shënon paqen dhe unitetin në Evropë. Krahas situatës së Kosovës përballë Evropës, njohësi i fushës Elbasan Osmani thotë se procesi i integrimit të Kosovës është duke çaluar ende, e pavarësisht kësaj nuk ekziston ndonjë rrezik për luftë ku përfshihet Kosova. Kjo ditë është më shumë një ditë simbolike e cila shënohet në vendet e Bashkimit Evropian, domethënë varësisht prej vendit është edhe forma e manifestimit. Kosova normalisht aspiron që të antarësohet në Bashkimin Evropian, megjithëse ndoshta nuk është e domosdoshme që të jetë ditë pushimi ende pa u integruar këto institucione, megjithëse është një vullnet edhe institucioneve edhe qytetarëve që të jenë pjesë e BE-s me një të ardhme po shpresojmë të afërt. Po aktualisht procesi i integrimit çalon, është pezull për shkak të raporteve në këtë rast me Serbien, në tryezën e dialogut si top prioritet. Domethënë i Bashkimit Evropian, dialogu nuk është duke u zhvilluar, prandaj kjo ka bërë që edhe ky proces të çaloj. Por çështjet e luftës nuk do të thoja që ka ndonjë rrezik, sepse me marrëveshjen e Kumanovës, domethënë Kosova është në mbrojtje të NATO-s dhe po shpresojmë që pavarësisht në ndonjë incidenti të mundshëm, rastet të luftës nuk mund të ketë. Mirë po në procesin e integrimit, domethënë momentalisht jemi duke ecur shumë ngadalë për të mos thënë që nuk ka pas ndonjë progres, sidomos viteve të fundit. Kosova sot feston me ditë pushimi, ndërsa Evropa jo. Osmani thotë se kjo ditë duhet mos jetë pjesë e listës së festave zyrtare në Kosovë. Po llogaritet që kalendari i festave në Kosovë është paksa i ngarkuar, nuk do të ishte domosdoshme që kjo festë të festohet normalisht edhe në këtë kohë që nuk jemi ende pjesë e Bashkimit Evropian, mirë po sikurse puna të bëhej më intenzive ose sikurse të punohej që të antarësohemi në Bashkimin Evropian, edhe nëse nuk do të festonim, nuk do të ishte ndonjë gjë shumë e rëndësishme, mirë po në çështjet të cilat obligohemi të ecim përpara, ne jemi duke çalu dhe në anën tjetër ndalim domethënë një ditë pushim për të sensibilizuar me Evropën, po konsideroj që nuk është shumë e domosdoshme në këtë moment. Dita e Evropës shënohet me 9 maj sepse në këtë datë në vitin 1950, ministri i jashtëm i Francës Robert Schuman publikoi një deklaratë historike ku propozoi krijimin e Bashkimit Evropian.